edicioni 9 që organizata Liburnetik zbaton përmes mbështetjes së Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe AMSHC, dhe e gjej rastin t'i falenderoj. Sot ndodhemi në Elbasan për të zhvilluar fazën renale të Elbasanit. Do të kemi 3 debate përgjatë kësaj dite dhe debati i parë që do të hap pikërisht këtë fazë në këtë qytet, në këtë zonë të Shqipërisë, është pikërisht debati midis dy shkollave përfaqësuese të Elbasanit, shkolla Konstantin Kristoforidi dhe shkolla Daskal Todri. Dua një dorë tërkite për dy askale. Ju e dini, përveç se ne bëjmë një kampionat, bëjmë një lojë të themi në terma domethënë të përgjithshëm për ta sjellë sa më bukur zhvillimin e mendimit kritik. Qëllimi i organizatës Liburnetik është pikërisht ky, pra të bëj bashkë të rinjt, të cilët janë përfaqësues të një elite të caktuar që sjell argumente bindëse pa mashtruar, do thoshim ne. Ndaj unë dua të falenderoj padyshim ata që përgjatë këtyre 9 viteve na kanë mbështetur, edhe një nga këta dhe partnerë rëndësishëm ka qenë dhe Bashkia e Elbasanit, duke na ofruar ambientet ku ndodhemi sot, dhe dua ta falenderoj bashkinë për mikpritjen, dhe që është pjesë e aktiviteteve rinore dhe ka një aktivitet shumë të gjerë dhe aktiv në Elbasan. Kështu që shumë faleminderit. E duan dhe ata një dorë të tillë. Nuk ishte shumë bindshëm, megjithatë do e doja edhe më të fortë, ndaj ndonjëherë duhet t'i kërkojmë disa gjëra se sa t'i presim. Kështu që është shumë e rëndësishme që rinia të jetë aktive dhe të bëj atë veprimin e dur për t'i vënë edhe institucionet në përgjegjësinë që duhet të kenë. Nga ana tjetër do të falenderoj edhe mësuesit që ju kanë sjellë dhe ju kanë përgatitur, edhe shoqëri që kemi mësuese të tilla që bëjnë të pamundur për të sjellë fëmijë kaq të mirë siç jeni ju sot. Duhet falenderoj edhe jurinë që sot me ne për të vlerësuar në bazë të kritereve të vlerësimit. Ju i keni marrë kriteret e vlerësimit, janë disa pika shumë të rëndësishme që e bëjnë formatin kaq të bukur edhe kaq dinamik. Gjenxhet Malli, nga antari i Këshillit Bashkiak Bashkia Tiranë, Brigida Deta është pjesë e organizatës Liburnetik, dhe unë që jam drejtuesi i organizatës, do të vlerësojmë sot të tre sa më drejt dhe më transparent përsa i përket asaj çfarë do të dëgjojmë. Sot do diskutojmë për temën e inteligjencës artificiale si një instrument i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme, një temë shumë e bukur dhe aktuale që prek më së shumti të rinj dhe e kuptojnë më së miri se sa brezi jonë. Kështu që do kënaqemi duke dëgjuar argumenta dhe bindëse apo edhe pse jo, kundra. Si dihet, si inteligjenca artificiale është kaq e mirë sa thuhet, apo ka dhe kjo ato mangësitë e veta. Tani për të diskutuar për temën duhet të ndajmë qëndrimin pro ose kundër, kështu që do të ftojë një nga anëtarët e skuadrës në raundin të majt. Emri jot është Mehmeti, që është dhe lider e skuadrës, dhe nga ana tjetër do të vi Luena. I hapim edhe i tregojmë nga kamera. Pro. Kundër. Okej. Po. Pra, nga ky moment do të kemi 7 minuta kohë përgatitore. Mund të ndërveproni me njëri tjetrin, jo me pjesën tjetër të skuadrave, pra vetëm 8 anëtarët që janë përzgjedhur për të përfaqësuar shkollën do të kenë mundësi që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Sukses.
Sukses. Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Duke qenë që unë jam lider dhe i qëndroj pro temës që inteligjenca artificiale është një instrument i rëndësishëm në jetën e përditshme, do doja ta nisja këtë me një shprehje të profesor Pedro Domingos i Universitetit të Washingtonit, që ka thënë që inteligjenca artificiale nuk është këtu për të na zëvendësuar, është këtu për të na fuqizuar. Pikërisht nga këto fjalë të një profesori kaq të madh vlen për të cituar realitetin tonë të sotëm. Nuk mund të diskutojmë dot për fakte dhe për shifra që a është inteligjenca artificiale pjesë e jetës tonë të përditshme, këtë e dim shumë mirë të gjithë. Ajo është pjesë. Dhe ne i qëndrojmë pro faktit që ajo duhet të vazhdojë të jetë e tillë dhe që të pjesë e jetës tonë në vazhdimsi. Kjo është pikërisht sepse inteligjenca artificiale është shpikja më e madhe e shekullit të 21. Dhe si kjo shpikje, ajo ka sjellë benefite shumë të mëdha, të cilat janë integruar në jetën tonë në fushën e mjekësisë, ekonomisë, të vendimarrjes edhe të logjistikës. Në çdo fushë të jetës sonë, duke filluar që nga jeta e një studenti, e një mjeku, e një mësuesi, e një nënpunësi administrativ, këtu kemi të gjitha rëndësinë e saj. Një pjesë e studimit të WPWC ka thënë që inteligjenca artificiale do të sjellë rreth 13.5 trilion dollar në ekonominë botërore deri në vitin 2030. Kjo është një shifër marramese, e cila tregon se sa shumë do të fuqizohet ekonomia jonë globale me anë të ndihmës së inteligjencës artificiale. Gjithashtu, edhe 40% e këtyre bizneseve që janë sot në vendin tonë shërbejnë për këtë pjesë. Prandaj dhe ne qëndrojmë pro kësaj gjëje. Faleminderit. Pranoj me mendimin e skuadrës, por nga ana tjetër inteligjenca artificiale ka gjithashtu dhe mangësitë dhe disavantazhet e veta në jetën tonë të përditshme. Për sa i përket OECD-s, 20 deri në 25% të firmave mund të janë me teknologji dhe nga ana tjetër pjesa më e madhe janë pa teknologji, duke bërë të mundur që AI nuk e zëvendëson dot një pjesë të madhe të firmave dhe një agrikulturë që është tepër e rëndësishme për jetën tonë. Gjithashtu 88% nga drejtuesët e auditimit të brendshëm thonë se phishing është një ndër rreziqet kryesore për mashtrimin nga ana e teknologjisë artificiale, duke bërë të mundur që të jetë një faktor kryesor. Dhe 65% e këtyre drejtuesve mendojnë se faturat dhe dokumentet financiare janë gjithashtu shumë në herë të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Përsa i përket përsëri fondacionit të auditimit të brendshëm dhe bordit të auditimit, 58% mendojnë se inxhinieria sociale automatizuar përbën gjithashtu një rrezik kryesor për mashtrimin nga inteligjenca artificiale. Më pëlqen kjo vështrimi. Me që ishëm duke folur për agrikulturën, kalojmë pak në ekonomi. Inteligjenca artificiale tashmë ka bazamentet e ekonomisë botërore me 252.3 miliard dollar të investuar në këtë fushë. 44% prej tyre duke qenë investime private. Pra, kemi patur frika të shumta që inteligjenca artificiale do të zvendësojë punët, por kjo është një e pavërtetë. Tregu i punës është rritur me plot 29% që kur filloi integrimi i inteligjencës artificiale në bizneset të ndryshme. Shumë herë më shumë se tregu normal. Përveç këtyre, gigantë si Google, Meta, Citibank janë duke përdorur inteligjencën artificiale për të krijuar një proces më eficient dhe për të rritur produktivitetin. Pra, nëse bota drejtohet inteligjencës artificiale, do të ishte më mirë të mbetni pas apo të avanconim me kohë. Ndërsa të tjerë flasin për produktivitetin që sjellë AI, unë po flas për diçka që po mbas në bumbës. Privatësinë tonë dhe humbja nuk është e vogël. Ajo matet me miliarda të dhëna dhe miliona shkelje. Sipas ETH Insight, gjysma të dhëna dhe shkelje të dhënave në botë, informacionin tonë personal. Vetëm në 5.22 milion dollar ishte kosta mesatare për një shkelje. Power School zbuloi të dhënat 63 milion nxënësve dhe Ticketmaster humbi 560 milion regjistrime klientësh. Sipas Conduent komplementoi regjistrimet e shoqërore të njerëzore të 26 milion njerëzve. Chicago Council on Global Affairs tha që 60% e amerikanëve
konsiderojnë erozionin e privatësisë një kërcënim kritik të privatësisë së njerëzve. Dhe Clearview AI, kjo kompani mori një bazë të dhënash me imazhe. Duke qenë se nga opozita u përmend që inteligjenca artificiale vjen me disa kosto, siç është mbledhja e dënave, ne do donim ta kundërshtonim, edhe pse kuptojmë se nga vjen ky argument. Arsyeja kryesore është sepse ekziston diçka e tillë që quhet terms and conditions. Këto nuk lejojnë që dokumentet zyrtare të ndryshohen nga inteligjenca artificiale. Megjithatë, unë do doja prapë të kaloja pak tek pjesa ekonomike, siç viteti ynë kosto. Çe përmendim rajon, inteligjenca artificiale parashikohet që deri në vitin 2030 të gjenerojë një shumë prej $15 trilion në ekonominë botërore. Kjo është një gjë e cila do të thotë ekonomi më e fortë. Kështu e përdorur siç duhet, ekonomia dhe inteligjenca artificiale nuk na çojnë drejt një perfeksioni të ekonomisë botërore. Diskriminimi, një faktor shumë i rëndësishëm në ditët e sotme. Inteligjenca artificiale është një pasqyrë të metave njerëzore. Nëse ne ushqejmë makineritë me të dhëna që mbartin diskriminim, ne nuk krijojmë një mjet eficient, por krijojmë një makinë paragjykimesh që automatizon padrejtësinë. Diskriminimi. Inteligjenca artificiale mëson nga e kaluara. Nëse në të kaluarën një paketë të caktuar ka akses të mjaftueshëm për marrjen e një kredie për shkak të varfërisë matematike, kjo paketë do të klasifikohet dhe nga inteligjenca artificiale si një jo e denjë që mund të marrë tek dyrmes. Sipas Eurobarometër, 84% e popullsisë kërkojnë menaxhim të kujdesshëm për privatësinë dhe transparencën. Siç e thekson dhe UNESCO në standardet e saj për etikën e inteligjencës artificiale, ne rrezikojmë të zëvendësojmë paragjykimin njerëzor me atë algoritmik, që është dhe më vështirë për të sfiduar. E respektojmë kundërshtimin tuaj, por inteligjenca artificiale është bërë një instrument shumë i rëndësishëm për sa i përket aksesit në shërbimet publike. Ju pak më parë tha diskriminimit, por neve mund përdorim platforma që ne dëshirojmë dhe i besojmë, siç ashtu gjejmë në faqe të ndryshme internet dhe për të kaluar këtu rreth 66% e popullsisë globale e përdor inteligjencën artificiale, dhe kjo vjen nga një raport i OBSH-s. Dhe gjithashtu, gjithë tjetri 44% ka vështirësi në aksesimin e faqeve të internetit. Marrim për shembull di Albania, ku njëra qytetar shqiptar hyn në këtë platformë dhe kanë akses çdo ditë. Dhe aty ne gjejmë diellën, një asistent AI që ndihmon moshat e treta, rreth 44% sipas raportit të UDF-s për sistemet qeveritare në Shqipëri, që marrin nga diella në aksesimin e këtyre shërbimeve. Gjithashtu mund ta gjejmë në shërbimet bankare, shërbimet shëndetësore, ku këto AI na ndihmojnë që të marrim informacion dhe na aksesojnë dhe na çojnë në rrugë që ne ti kuptojmë më mirë, duke qenë se jo të gjithë e kuptojnë aksesimin e faqeve internetit. Dhe sipas Elon Musk, bota po shkon sipas drejt zhvillimit dhe kjo mund bëhet vetëm nëpërmjet fuqisë së AI. Pranoj me mendimin e parafolësit, por gjithashtu doja të shtoja që të dy nga parafolësit thanë që terms and conditions, si ka mundësi që është terms and conditions një siguri për mbrojtjen e të dhënave tona, ku ne të gjithë jemi të ekspozuar në dark web. Gjithashtu dua të theksoj për deepfake dhe dezinformimin që sjell inteligjenca artificiale, ku në bazë të UNESCO-s, ku çdo javë ai mbledhet nga data base deri në 7 mars, e cila është java e studimit, për të folur për mjetet dhe infrastrukturën që po sjell inteligjenca artificiale, duke në dezinformimin dhe misinformimin e të gjithë të dhënave tona. Në 2023 nga Detroit u mor një kampion ku humbën një shumë të madhe parash deri në 12.3 milion. Dhe arrihet që kjo shifër mund të shkojë në 2027 deri në 40 milion. Gjithashtu, në 2022 u mor një anketim për 21.852
vetash nga FBI-a. Dhe nga kjo anketim në 2022 u morën 2.7 miliard persona që kishin humbur të dhënat dhe që ishin të dezinformuar vetëm nga inteligjenca artificiale. Pra ka një lloj. Faleminderit. Respektoj mendimin e kundërshtarëve dhe palës kundërshtarë, por nuk duhet që të mos vajtohem në mënyrë kategorike dhe të vazhdoj të mendoj për qëndrimin tim në lidhje me inteligjencën artificiale si një aset i nevojshëm në përditshmërinë tonë. AI rriti fleksibilitetin dhe shpejtësinë e kërkimit të informacionit. Thënë kjo, kur ne dikur një studim të cilën kishim nevojë javë ose muaj për ta kryer dhe për ta gjetur, tani duke i adresuar AI, duke kërkuar ndihmë nga AI, duke shkuar në AI për çfarë do lloj pyetje tonë që ne kemi, secila nga platformat e saj, ne gjejmë informacione të cilat na shërbejnë akoma më shumë dhe na jep përgjigje pyetjeve që ndoshta ne mund të duheshe javë për t'i kuptuar duke lexuar libra, duke parë referenca të ndryshme, duke lexuar dokumentar e shumë të tjera me radhë. Për të mos qenë kaq shumë pra me shifra, do të flas në mënyrë pragmatike, unë vetë si në zonës shkolle, duke pasur parasysh se jam dhe presidenti i qeverisë së zonës së shkollës time, kam tepër angazhime dhe kam tepër gjëra të cilat kam nevojë që t'i zgjidh. Sidomos tani që është në fund i shkollës, të merrem pra dhe me kompanitë të shumë angazhime të tjera, vetëm inteligjenca artificiale ka arritur që të zgjidh problemet e mia dhe që të mos vjen prapë as me mësimet si me angazhimet e mia siç është Dedida sot. Faleminderit. Respektojmë. Kanë krijuar një varësi ndaj inteligjencës artificiale duke përdorur atë në çdo vendim që marrin. Kjo sjell një ulje të mendimit kritik dhe të kreativitetit. Po ashtu në këtë mënyrë sjell një pesimizëm në jetën e tyre, duke përdorur inteligjencën artificiale për çdo vendim që ato duhet të marrin. Inteligjenca artificiale përdor të njëjtat metoda siç përdorin lërat e fatit dhe kjo sjell një sjellje kompulsive. Po ashtu një shembull është që inteligjenca artificiale përdoret dhe për të shtyrë përdoruesit që të zgjedhin ato opsione që inteligjenca artificiale do, siç janë përdorimi i aplikacioneve të ndryshme siç është YouTube dhe Netflixi, ku shpesh herë opsionet janë të dhëna dhe janë të shtyrë që të zgjidhin ato opsione, duke ulur kreativitetin dhe që mund të ketë opsionet që një përdorues mund të ketë për të bërë zgjedhjet e tyre. Gjithashtu kemi folur tepër gjatë për ekonominë, për pjesën e sigurisë kibernetike, për pjesën e sigurisë së të gjithë dhe për efikasitetin në shkollë dhe në arsim. Ama nuk kemi folur për atë çfarë të gjithëve neve në fund të ditës na shqetëson, e cila është mjekësia, e cila është shëndetësia. Ajo çfarë na prek të gjithëve në një mënyrë kategorike, në një mënyrë shumë të zgjeruar. Duhet vënë re sepse AI është përdorur në mjekësi për gjatë viteve të fundit, kemi vënë re se AI është përdorur jo vetëm në për operacione dhe me robot, të cilët gjithmonë kanë ndihmuar për këtë pjesë dhe është e ardhmja, ama duhet përmendur që AI kur do të funksionojë mirë, gjë e cila është shumë e rëndësishme. Por gjithashtu duhet të përmendim që kjo ndihmë që AI neve na jep në përditshmëri dhe në pjesën e mjekësisë gjithashtu që ka nisur në vitet e fundit, duhet të përmendim që 90% diagnostifikimit të kancerit të gjirit, të kancerave të llojeve të ndryshme, në për enhancement që i bëhet të gjithë skanerave që bëhen ditë për ditë me AI, duhet të përmendim që AI në mjekësi është një nga gjërat më të rëndësishme dhe pas gjatë vërtetë do të thoya që kanë bërë ndihmë më të madhe për të gjithë ato çfarë ka nisur të jetë ardhmja. Faleminderit. Siç e thanë dhe anëtarët e departamentit tim, ne jemi dakord me mendimin tuaj, por ne qëndrojmë mendimin tonë prapë. Secili nga ne preku një nga temat më aktuale, një ndër to, siç e përgët dhe ju është mjekësia, po me sa e vërtetoni ju që 90% e këtyre rasteve të diagnostikimit janë të sakta. Nëse AI bën një gabim, atëherë kush merr përgjegjësinë për këtë? Pra ju po thoni që AI ka kryer shumë diagnostikime me sa ju thatë, me sa raste ato janë të sakta. Nëse AI ka si parim që të rregullojë jetën e njerëzve, ai po pasuron të pasurit dhe po varfëron të varfërt. Atëherë ne themi që nuk po e kryen detyrën e tij. Po heq mjekët nga puna, përderisa ne po themi që AI po bën diagnostifikimin më të madh, po ashtu doja të kundërshtoja dhe para foljes tuaj. Ai që tha që AI
penduar krimin përpara se ai të ndodhë. Kjo arrihet duke mbledhur të dhëna dhe duke analizuar ato në Koran. Gjithashtu, studimet si ResearchGate 2024 tregojnë se policimi parashikues për Diction Policing ul krimin në sasi të lartë. Këto sistemi përmirësojnë efikasitetin e policisë duke ndihmuar në shpërndarjen e burimeve të tyre dhe ulur masivisht krimin. Gjithashtu kemi një shembull real, që është sistemi i ri BES Exit and Entry System, që ndihmon përdor inteligjencën artificiale për të monitoruar personat ilegal që hyjnë në territoret evropiane. Pak më parë ju shprehët që AI mund të krijojë shqetësime për pjesën e monitorimit të qytetarëve dhe mbledhjes së të dhënave. Por ju nuk thatë që AI funksionon brenda kornizave ligjore. AI na garanton një shoqëri të sigurt dhe më moderne. Patjetër që Atëherë jam dakord me mendimin e paraforsit, megjithatë ka disa tjera të sistemeve AI po sjellin në ditët e sotme, siç është përshëndrimi i pushtetit te kompanitë ose korporatet të mëdha të huaja, të cilat janë vërtetuar nga një statistikë e vitit 2024 nga Synergy Research Group, që 66% e trekut të cloud zotrohet nga 3 kompani të mëdha globale, Microsoft, Amazon dhe Google. Ky përshëndrim i pushtetit tek këto kompani bën që si varësinë e shteteve ndaj këtyre vendimeve politike të këtyre kompanive ose gabimeve teknike. Dua ta paralizoj situatën me një incident që ndodhi në vitin 2024 në CrowdStrike, ku për shkak të një gabimi teknik të serverave të Microsoft u anulluan më shumë fluturime globale. Gjithashtu, përshëndrimi i pushtetit tek këto kompani posa dhe standardizimin kulturor, duke qenë se të gjitha sistemet AI tashmë trajnohen në gjuhën angleze dhe me të dhënat e tiparet të vendeve perëndimore. Këto kompani imponojnë tek përdoruesit e tyre vlerat dhe tiparet të këtyre sistemeve. Pra duke Faleminderit. Atëherë ju falenderoj shumë për mendimin, por inteligjenca artificiale është pjesë e jetës sonë dhe ne qëndrojmë pro mendimit se është pikja më e madhe e shekullit të 2021 dhe na fuqizon dhe shërben në secilin aspekt të jetës. Dhe siç e përmendëm pak më parë, kemi sjellë shembull dhe statistika bindse në ekonomi, duke filluar që nga vendet e punës dhe tek efikasiteti i kryerjes së punës. Në urbanistik, statistik dhe në shërbimet publike, duke filluar që nga platformat e përdorimit të përditshëm siç është Albania. Struktura kohore në kërkimin e informacioneve gjithashtu është shumë e dobishme për ne si nxënës, duke filluar që nga shkolla dhe deri tek veprimet e përditshmërisë. Dhe gjithashtu evolimi që ka sjellë në mjeksi nuk mund të mbetet pa përmendur. Prandaj, me të gjithë këto fakte dhe shembuj që kemi dhënë, ne i qëndrojmë totalisht statik mendimit ton pro. Atëherë mbështes mendimin tuaj, por doja të shtoja diçka tjetër. Pra deri tani kemi folur për ekonominë dhe agrobujqësinë, por doja të shtoja diçka tjetër. Përfshirjen njerëzore, sidomos ato të personave të kufizuar. Kur flasim për përfshirjen njerëzore të personave të kufizuar, po flasim për diçka shumë më të thellë se thjesht teknologjia. Po flasim për dinitet dhe barazi. Po flasim për mënyrën se si një shoqëri zgjedh të përfshijë çdo individ. Gjithashtu, sipas paktit global digital të Kombeve të Bashkuara, në analizat dhe raportet e datës 26 gusht 2025, qeverisja globale e AI duhet të fokusohet më shumë në të drejtat njerëzore, si dhe në përfshirjen sociale, duke mos mbajtur një mendim mbi teknologjinë në vetvete. Gjithashtu, sipas OBSH-s në raportet e publikuara gjatë vitit 2025 mbi aksesin global në teknologji shëndetësore dhe pajisje ndihmëse, njerëzit për teknologjinë asistive nuk kanë aksese në to. Pra, në përfundim doja të përmbyllja se barazia nuk është thjesht teknologjia. Barazia vërtet është shoqëria që ne ndërtojmë. Faleminderit.
duhet më përdorën këtë. Debatin me liderave, të cilët do diskutojnë përse i takon temës emigrimi, një zgjedhje e mirë për të rinjt, pro do të jetë skuadra dhe skaltodrit, kundër do të jetë ajo e Kostani Kristoforidit, me dy përfaqësueset që janë lidere, kemi dy vajza, Noemi dhe Luena. Në këtë debat të dytë, 4 janë ndërhyrjet, që do të keni të drejtën e fjalës 4 herë, e sugjerojmë dhe këshillojmë që të ketë një hyrje debati dhe të ketë padyshim në ndërhyrjen e 4-të edhe një përmbledhje se një mbyllje të mirëfillt. Kështu që nëse lideri nuk e tejkalon, domethënë nuk e mban mend radhën, do ishte mirë që kush është pranë ti shnoj sa është ndërhyrja e parë, e dytë, e tretë deri tek e 4 në mënyrë që ta sugjeroj që shiko kjo është hera e fundit që do flasësh. Se ndodh rëndom që nuk e kemi një përmbledhje të tillë. Nga ana tjetër, 2 minutat janë shumë të rëndësishme për të dhënë argumenta. Çfarë do të thotë? Mos i ezauroni që në ndërhyrjen tuaj të parë apo të dytë të gjithë argumentat që keni para përgatitur apo atë çfarë do të thoni. Se nuk ju mbetet gjë pastaj në 4 minutshin tjetër për të thënë. Domethënë do xhironi, do përsëriteni, do humbasi gjithë debati. Kështu që fokusoni te 4 ndërhyrjet të sillni argumenta të ndryshëm njëri nga tjetri. Dhe sigurisht, ajo që është më e rëndësishme është që të kemi një koherencë midis njërit argument dhe kundër argumentit tjetër. Shumë suksese, nga 2 minuta mund të filloni. Atëherë, emigracioni është një ndër fenomenet më Mund të fillosh. Emigracioni është një ndër fenomenet më të përhapura në ditët e sotme, sidomos në kombin ton Shqipërinë, por përsa i përket në këtë debat do ta nis duke prekur 3 pika, ekonominë. Pika e parë, përsa i përket në ekonomi, njerëzit të cilët kanë emigruar kanë treguar një statistikë vetëm në vitin 2025 duke sjellur 1 bilion remitanca vetëm në Shqipëri, duke bërë të mundur që edhe pse largohen ato përsëri ta kthejnë kokën mbrapsht nga vendi i tyre dhe të tregojnë se me të vërtetë ato nuk e kanë humbur rrënjën e tyre dhe kujdesen akoma për vendin e tyre. Gjithashtu, përsa i përket kemi dëgjuar shumë raste në jetën tonë të përditshme për të rinj të cilët largohen drejt vendeve të huaja dhe të larg Shqipërisë për shkak të ekonomisë së ulët që ka Shqipëria dhe për arsimin që nuk ja ofron dot ashtu siç ato e kërkojnë në të vërtetë. Kështu, jo vetëm kaq, kemi shumë raste përsa i përket me ekonomi, siç është Elon Musku, është një ndër njerëzit më të famshëm në botë, i cili emigroi nga vendi i tij, që ishte më pak i zhvilluar, shkoi drejt një vendi më të zhvilluar dhe ka bërë të mundur që të jetë një ndër biznesmenët dhe një ndër njerëzit më të pasur dhe më të famshëm në botë, i cili ka krijuar shumë biznese, por jo vetëm kaq, ka ndihmuar dhe vendin e tij përsëri. Gjithashtu do doja të shtoja që një ndër temat e tjera që lideri ynë do të prekte ishte gjithashtu arsimi, që arsimi këtu në Shqipëri nuk është në nivelet më të larta. Shpeshherë kemi dëgjuar që nga nxënësit kanë probleme me mësuesit e tyre, shpesh grinden, dhe ndonjëherë nota është një favor i pëlqyeshëm dhe shpesh emigrojnë në vendet e tjera sepse themi shpesh në jetën tonë të përditshme, saqë kemi bërë zhargon që jo vetëm Shqipëria, por i gjithë treva shqiptare kanë një lloj sistemi rus, pra sistem që nuk i përmban të gjitha të dhënat dhe kur shkojmë në vendet e tjera, për shembull siç është Anglia apo Franca apo vende më të zhvilluara, ka një sistem akoma dhe më të qartë. Në rregull, ju falenderoj për argumentin tuaj, por në fakt unë do doja ta nisja me një shprehje që është nuk ka vend më të mirë se shtëpia. Pikërisht edhe kjo është i gjithë qendra morale e çështjes së emigrimit. Dhe që në fillim juve bët një ngatresë të madhe me pjesën e emigrimit sepse bëhet fjalë për emigrimin e të rinjve dhe jo në emigrimin në tërësi. Është e vërtetë që emigrimi është bazamenti i ekonomisë shqiptare, por kjo bëhet nga brezat e mëparshëm, nga prindrit tan. Ndryshe është ajo e të rinjve. Të rinjt përbëjnë pjesën më të madhe dhe punëtore, janë e ardhmja jonë dhe nëse ata largohen atëherë çfarë na mbetet neve. Pikërisht këtu themi domethënë pjesa
pjesa pse të rinjt largohen nuk është pjesa, ju thoni që të rinjt largohen dhe kthehen sërish. Kjo nuk është e vërtetë sepse ata nuk I lidh asgjë me vendin ton, përveç familjes së tyre, prindërve të tyre që do t'i sjellin parat. Ndërkohë që prindërit kanë familjet e tyre dhe kthehen. Gjithashtu, unë doja të vija në dukje pjesën që gjatë viteve të fundit Shqipëria, duke qenë më përpara një nga vendet më rinore në të gjithë Europën, tani po bëhet një vend I plakur. Forca jonë punëtore po largohet, të rinjt po largohen. Është e vërtetë që ka vende më të mira për pjesën e arsimit dhe që mund të na ofrojnë neve të gjitha oportunitetet që neve I meritojmë sepse jemi të suksesshëm kudo që shkojmë nëpër vendet e botës. Por problemi është ky. Çfarë do të bëjmë pasi neve mbarojmë shkollën? Le të kthehemi sërish në vendin ton. Nuk po na ndalon asnjëri për të shkuar dhe për të studiuar jashtë, për të mësuar dhe për të marrë sa më shumë eksperjenca, por pjesa është e emigrimit, e punës, ku zhvillon një pjesën tuaj punëtore. Në qoftë se ne e braktisim vendin tonë në periudhën tonë më të frytshme, atëherë kur neve japim maksimumin tonë, atëherë çfarë do të na mbetet për vendin tonë, çfarë do të mbetet për popullsinë e cila po plaket. Gjithashtu do t'jap edhe një shembull shumë konkret që neve po e vuajmë sot e kësaj dite që është mjekësia. Studentët e mjekësisë, të cilët sa mbarojnë shkollën, gjëja e parë që bëjnë është shkojnë syt për jashtë. Gjermania është bërë graduesi I parë I të gjithë studentëve të mjekësisë dhe I mjekëve të mirë në vendin tonë. Kush do të kujdeset për prindërit tanë, do të kujdesemi ne të cilët po punojmë në vendet sa më të skajshme të vendit tonë? Nuk e mendoj kështu. Faleminderit. Mund të vazhdoj. Atëherë ju përmendët si fillim për periudhën e frytshme të Shqipërisë. Kur është kjo periudhë e frytshme e Shqipërisë? Dhe më pas ju përmendët për mjekët e cilët largohen. Mjekët këtu janë të detyruar të qëndrojnë 5 vjet nëse mbarojnë studimet në mjekësi këtu dhe nuk e kanë të drejtën të largohen. Kështu në këtë mënyrë aty nxënësit dhe studentët nxiten akoma dhe më shumë që të shkojnë dhe të emigrojnë jashtë Shqipërisë për të bërë të mundur që të marrë studimet të cilat atyre I duhen me më të plotësuara dhe me teknologji akoma dhe më të përparuar se në Shqipëri dhe më pas mund të kthehen përsëri mbrapsht. Kultura, gjithashtu një faktor tjetër përse të rinjt emigrojnë dhe pse ne qëndrojmë pro emigracionit është kultura. Shqiptarët bëjnë të mundur që të përhapin kulturën tonë, gjuhën, të përhapin traditat tona, jo vetëm në Shqipëri, dhe jo vetëm në trevat shqiptare, por edhe jashtë Shqipërisë këtyre trevave, dhe bëjnë të mundur që të mësojnë dhe kultura të reja, për të bërë të mundur që komunikimi dhe bashkëveprimi ndërmjet të rinjve të mos jetë ofendues në asnjë lloj mënyre, por të jetë në një mënyrë të harmonizuar dhe të jenë në një shoqëri akoma sa më të plotë dhe të qëndrueshme. Atëherë, juve thatë që neve kemi një detyrim ligjor për 5 vite si mjek që të qëndrojmë në Shqipëri. Po karriera e mjeku nuk është vetëm 5 vite. I thuan 40 vite karrierë. Çfarë do bësh ti? Domethënë ti këtu je me pa eksperiencë, do marrësh eksperiencë dhe do shkosh ti shërbesh një personi që është jashtë më pas. Kjo nuk vlen kështu, sepse neve I bie që të kemi vetëm mjek të rinj dhe jo mjek me eksperiencë. E para dhe e dyta, te pjesa e kulturës. Është e vërtetë që neve si shqiptar mund ta përhapim kulturën tonë në vendet botërore, por zakonisht ndodhe kundërta. Duke qenë që ne jemi një komb I vogël, neve po humbasim identitetin ton kulturor dhe kombëtar vetëm për shkak të emigrimit, sepse jemi të detyruar që të përshtatemi me të gjithë ambientin e ri, edhe I cili nuk na mirëpret në shumicën e rasteve. Bota nuk është fushë me lule dhe kudo që do ikim neve do të gjejmë mikpritës apo njerëz të cilët janë më të hapur ndaj Shqipërisë. Pa neve ndodh kjo pjesa e humbjes së identitetit dhe kulturës. Të gjithë ata emigrantë, të gjithë ata të rinj të cilët kanë emigruar në Shqipëri, po shfaqin probleme të mëdha psikologjike, si për shembull, pjesa e parë që është mos përdorimi I gjuhës shqipe kur ata kthehen këtu më pas në Shqipëri, edhe përdorin gjuhën e huaj, por gjithashtu edhe pjesën që kemi diskutuar neve, kemi probleme psikologjike. Kur një I ri është I detyruar që të emigrojë për shkak se shteti nuk I ofron atij mundësitë, ai pëson probleme psikologjike siç është mos përshtatja me ambientin e ri në vendet e reja kur ai do të shkojë dhe do të emigrojë, por edhe pjesa e mos përshtatjes me të rinjtë dhe me pjesën e shoqërisë së tij këtu në vend. Dhe këtë neve kemi dëgjuar edhe nga podcasti I antarit ton, Antonio Lushit, me psikologe Elena Mustafaraj, e cila tregonte që të gjithë të rinjtë emigrantë shfaqin probleme psikologjike si ankth, stres, depresion kur ata largohen nga vendi ynë. Nëse neve qëndrojmë këtu dhe bëjmë vendin ton një vend që ja vlen për të ardhur dhe ja vlen për të qëndruar, atëherë neve mund ta shfaqim kulturën tonë me anë të historisë së suksesit dhe duke lartësuar emrin e Shqipërisë dhe jo emrin ton personal. Gjithashtu do doja të jap edhe një shembull që është bërë shumë problematik kohët e fundit. E kemi vënë që kanë ardhur shumë individ nga vende të ndryshme, si për shembull filipinezët edhe nga India, ku neve po na largohet forca jonë punëtore. Mund të na jepni juve më shumë informacione rreth kësaj?
Atëherë ju përmendet që kur të rinjt largohen, bëjnë të mundur që të vuajnë nga pasojat psikologjike. Por pse është një problem për mos përdorimi i gjuhës shqipe? Ka shumë njerëz në jashtë vendeve të Shqipërisë, të cilët kur janë në ambientet familjare arrin ta përdorin gjuhën e tyre lirshëm dhe nuk kanë asnjë problem. Gjithashtu ju përmendet që kultura jonë shpeshherë haset me paragjykime, por në të vërtetë ka shumë raste të suksesshme të njerëzve të cilët kanë emigruar dhe kanë ngritur kulturën e Shqipërisë. Për sa i përket mund të përmendim shumë mirë Dua Lipën, Rita Orën, të cilat janë me të vërtetë këngëtare që njihen që kanë origjinë shqiptare dhe kanë bërë të mundur që asnjëherë të mos ndihen që nuk janë pjesë e Shqipërisë, por përkundrazi përkrahen akoma dhe më shumë dhe nga bota e jashtme. Gjithashtu, përsa i përket nga fusha tjetër dhe e bioteknologjisë ose e kimisë, përmendim dhe një ndër kompanitë Amel Extract ose ndryshe një sipërmarrëse tjetër e cila na ka treguar eksperiencat e saj, që kur ka emigruar ka bërë të mundur të tregojë se në të vërtetë pritet shumë ngrohtë dhe është kundrejt e kundërta nga ajo se çfarë thatë ju. Pritet shumë ngrohtë dhe me të vërtetë shihet Shqipëria si një vend tepër i lartësuar për teknologjinë të cilën dhe inovacionet të cilën ajo paraqisnin ato panajere të ndryshme. Gjithashtu, ju thatë se nuk mund të lartësohet Shqipëria nëse ne emigrojmë, por në këto raste të cilat unë përmenda bëjnë të mundur të tregojnë se me të vërtetë kultura shqiptare është lartësuar dhe asnjëherë nuk është ulur poshtë. Një rast tjetër mund të përmendim dhe shkrimtarin e famshëm Ismail Kadaren, është me të vërtetë një ndër rastet i cili me të vërtetë ka emigruar, por ka bërë të mundur që ta ngri batalionin shqiptar akoma dhe më lart se shumë herë të tjera, në veprat e tij dhe në gjithë botën. Jam shumë e lumtur që ju njihni vetëm raste suksesi dhe raste pozitive, por duhet të jemi pak edhe njësh me realitetin, sepse jo të gjitha rastet sporadike si Dua Lipa, Rita Ora, të cilat sigurisht ne jemi shumë krenare për të, janë të suksesshme, por bëhet fjalë për raste si puna ime dhe e jotja. Nxënës të thjeshtë që vijnë nga backgrounde të thjeshta, të cilët kërkojnë një punë të thjeshtë dhe që janë të detyruar të emigrojnë. Gjithashtu, neve po flasim edhe për pjesën e stereotipizimit që i bëhet emigrantëve shqiptar. Ka shtete të cilat e bën të detyrueshme që ata të ndryshojnë emrin, të ndryshojnë pjesën e besimit të tyre. Si për shembull kemi rastin e Greqisë, të cilat e kemi hasur edhe në vende më përpara. Vinë të rinj këtu në Shqipëri, të cilat janë me origjinë shqiptare dhe e mohojnë pjesën e identitetit të tyre. Gjithashtu ju nuk kthehet përgjigje për pjesën e çfarë do të ndodhi me popullsinë tonë, meqense neve sapo vijmë dhe po e bëjmë emigrimin në mënyrë masive. Okej, në rregull, ne mund të emigrojmë si të rinj për të marrë eksperjenca, siç e thash edhe më përpara. Pra, ka raste që mund të na lejohet kjo gjë, por neve nuk mund ta bëjmë këtë me shumicë. Ky është problemi. Neve po e trajtojmë këtë si një fenomen shumë të prekshëm për të gjithë. Rreth 50% e nxënësve, të cilët jemi bërë pyetje në forumin e shkollës tonë, kanë pasur dëshirë dhe kanë ndërmend që të shkojnë jashtë shtetit për të jetuar atje. Madje nuk bëhet fjalë vetëm për emigrim, bëhet fjalë për shkëputje komplet të të gjithë jetesës sonë, të shkëputemi dhe të shkojmë në një vend tjetër. Gjithashtu, doja të thoja që neve nuk po flasim këtu vetëm për raste personale dhe unë nuk thash që vetëm në përgjithësi duke qëndruar këtu mund ta lartësojmë emrin e Shqipërisë, po them që nëse neve jemi të shpërndar edhe individual, atëherë nuk mund të njihemi dot si një kom i gjithë i përbashkët. Pra unë jam krenare të qëndroj këtu në Shqipëri, pse nuk mund të jetë vendi im, një vend i përshtatshëm që unë të realizoj ëndrat e mia, pse nuk mund të vinë njerëz të tjerë këtu dhe të ndërtojnë mundësinë që brezat e arshëm të mund të jetojnë edhe të mos kenë nevojë që të shkojnë jashtë shtetit. Pra pse duhet të jetë emigrimi një e detyruar dhe jo një luks, një privilegj. Pra neve nuk po diskutojmë emigrimin si një privilegj, se ti je i mirë dhe merr bursë studimore. Ne po flasim për ata nxënës dhe për ata fëmijë që janë të detyruar të ndjekin pas prindrit, edhe që janë të detyruar të punojnë në moshë të vogël dhe të shkatrojnë të ardhmen e tyre. Faleminderit. Atëherë, përsa i përket pjesës që përmendet që ne jemi background i thjesht, ne të dyja si nxënëse, edhe Dua Lipa ka qenë vetëm një nxënëse e thjesht dhe një fëmijë i thjesht, kur u nis nga Dukazhini i Kosovës me coversa në YouTube dhe më pas arriti marrat e famës botërore. Por jo vetëm kaq, si mund ta mohojnë këto njerëz të famshëm pikërisht identitetin kur ato kanë pasaporta shqiptare dhe sa të saktë jeni ju në statistikat tuaja në forumin shkollor që 50% e nxënësve kanë shprehur dëshirën që duhet të emigrojnë dhe të qëndrojnë pikërisht në emigrim dhe të mos kthehen asnjëherë mbrapsht.
Gjithashtu, ju përmendet që shumë njerëz mund të kthehen dhe ta bëjnë vendin e tyre akoma dhe më të mirë. Por në të vërtetë në Shqipëri funksionojnë politikat, nuk funksionon drejtësia. Ka shumë njerëz të cilët kur kanë emigruar dhe janë kthyer përsëri mbrapsht në vendin e tyre janë diskriminuar në vendet e punës. Kështu në këtë mënyrë ato paguhen më pak se sa të gjithë të tjerët, duke punuar akoma dhe orë më të zgjatura se sa të tjerët. Kështu ku shndron në këtë mënyrë diskriminimi? Në këtë mënyrë ne bëjmë diskriminimin dhe jo vendet e jashtme. Gjithashtu, ju përmendet se duke qenë se ne jemi thjesht nxënës, dëshirojmë që t'i shkëpusim. Por në shpeshherë jeta na përball neve me pasojë që ne me të vërtet mund të dëshirojmë të kthehemi këtu. Dhe nuk po them që ka vetëm raste të famshme, ka dhe raste që kanë dështuar, por asnjëherë nuk kanë hequr dorë. Kanë luftuar dhe kanë bërë të mundur që ta pasurojnë vendin e tyre akoma dhe më shumë. E përmend edhe më përpara në statistikat e mia që 1 bilion të ardhura në Shqipëri dhe në të gjithë botën ka qenë vetëm nga remitancat e emigrantëve. Kështu në këtë mënyrë nuk ka se si puna me të vërtetë të zhduket fare në Shqipëri. Mund vazhdoj? Po. Atëherë më vjen mirë që ju dhe kaluam nga pjesa e utopisë që çdo gjë është fantastike kur ne emigrojmë tek pjesët e rasteve të dështuara apo të rasteve të cilat kanë vazhduar me vështirësi dhe me sukses. Të paktën po ja afrojeni beson që jemi kundër. Gjithashtu doja të bëja një pyetje. Nëse ne largohemi sot si të rinj, çfarë prisni juve që të ndodhi me politikën e vendit tonë? Sigurisht që do të mbetet në dorë atyre personave që kanë vendosur të qëndrojnë këtu, edhe të atyre që e kanë bërë ligjin që në fillim. Duke marrë pjesë që në fillim si të rinj në në pjesën e politikës së vendit tonë, atëherë neve mund të krijojmë një të ardhmë të re. Pra juve po thoni që vetëm se është e padrejtë me politikën që neve po jetojmë sot, atëherë ta braktisim dhe të shkojmë. Domethënë vetëm për pjesën e diskriminimeve që neve mund të hasim sot është frika më e madhe dhe ne të largohemi. Mendoni që një shtet tjetër do t'ju mirëpresi dhe do t'ju ofrojë më të mirë se vendi juaj, ku keni familjen, ku keni rrënjët dhe ku keni të gjithë historinë tuaj si breze dhe si origjinë. Më vjen shumë keq që juve mendoni me këtë lloj gjëje. Kur ka problematika, neve vendosim të qëndrojmë dhe t'i përballemi bashkë të gjithë si forcë punëtore, si e ardhme që jemi e vendit tonë. Gjithashtu, për pjesën që that ju për pjesën politike, kjo është një problem shumë i madh edhe i sotshëm që neve e vëmë re. Ky lloj pesimizmi që na është ingranuar në kokën tonë që të vegjël e bën faktin që imigrimi të shihet si një zgjidhje e mrekullueshme utopike siç e keni bërë ju, gjë që në fakt nuk është. Nuk e kuptoni ju që emigrimi, sidomos për ne që jemi të rinj, është i vështirë. Nuk po flasim vetëm për rrugët akademike me anë të bursave apo me anë të një ndihme që i kemi nga jashtë, por po flasim për emigrim për një nxënës ose për një person i cili nuk ka, domethënë, arsime dhe detyrohet që të punojë jashtë, është tërësisht e vështirë. Ta nisë çdo gjë nga fillimi. Gjithashtu, pse nuk po flisni ju për pjesën e plakjes së popullsisë? Pse nuk po adresoni ju këtë lloj problemi? Çfarë mendoni juve se do të rregullohet për pjesën se kush do të kujdeset për prindërit tuaj nesër pas nesër? Po mendoni që të vinë njerëz nga vendet e tjera të botës së tretë, si për shembull nga Indonezia, nga Filipina e të tjerë? Pra, juve nuk po adresoni këto probleme që janë konkrete në vendin tonë, dhe do doja që ta bëni. Faleminderit. Faleminderit, dua vajzë, një dorë hakite. Jo më kot ju thash në fillim fare që mbani radhën, pra, të gjitha ndërhyrjeve. E humbët fillin, se ndoshta debati ju përfshiu, apo jo, vjen mirë. Mirë, ne tani do mblidhemi të tre për të bërë vlerësimin, të japim pikët pas pak.
Mirë, ja ku jemi. Pikë së pari duhet t'ju falenderoj edhe një herë për përgatitjen, për debatin që bëm. Më vjen mirë që 4 rinj që duan të jenë të përfshirë edhe gjithmonë zbulojmë talentet e reja përsa i përket debatit. Shumë shpesh talentet janë në muzikë edhe në fushat tjera të artit, por arti i debatuarit është diçka më vete që në ndihmon që t'jemi pjesë e përditshmërisë tonë edhe për të qenë qytetar të denj. Ndaj, ajo çfarë unë dua të theksoj te ky debat për sa më takon formatit. Që në fillim unë ju parashtrova nëse keni pyetje apo keni paqartësi, sepse në debat pam që kishte akoma disa element që nuk u respektuan përsa i përket formatit. Që do të thotë, në debatin e dytë flet vetëm lideri, nuk e merr fjalën askush nga anëtarët e tjerë. Megjithatë, kjo është një nga kriteret që neve vlerësojmë. Nuk do të thotë që rezultati ndikohet vetëm nga një kriter apo nga 2-3 kriterë. I gjithë vlerësimi bëhet në bazë të disa prej kritereve të vlerësimit, edhe me qënë se jemi se jo shpesher i themi, por unë dua t'i them këtë herë. Edhe janë objektivitetit e parashtrimi i argumentave, është gjua dhe komunikimi, është vetbesimi. Kur thash, a e kuptoni temën, kjo është një nga elementet kryesor, domethënë, nëse ne nuk e kemi kuptuar temën, atëherë vetbesimi është në nivele të ulta. Tjetër është vëmendja. Vëmendja shumë e rëndësishme. Pati pyetje, por nuk pati përgjigje. Nga ana tjetër gjua e trupit, mënyra se si qëndrojmë, se si pozicionohemi, është shumë e rëndësishme. Humori. Pak humor u përdor, është një nga ato pikat që neve na dhe më shumë, sepse jo shpesh e ndeshim për gjatë debateve. Kultura e debatit. Të kultura e debatit mund të them që ishim në nivelet të kënaqshme. Respektimi i formatit pastaj thash u cek domethënë kush ishte ajo mangësia. Te kalimi i kohës shumë shpesh u bure nga ana tjetër nuk u përdor më së miri koha, domethënë në momentin që unë ju them shfrytëzojeni kohën, edhe nëse kjo zilja bie, përfundojeni argumentin, mos e lini për gjysmë. Përndryshe nuk kemi kuptuar asgjë. Kështu që duhet t'jeni, prandaj thash, vetbesimi luan një rol shumë të rëndësishëm tek krijimi, pra formimi i argumentit. Këto ishin kriteret e vlerësimit. Pjesëmarrja në trajnim vlen pikërisht që ne të njohim formatin dhe t'jemi sa më të sakt në respektimin e tij. Përpos saj, përgatitja juaj ishte shumë e mirë, për sa më takon. Sigurisht, nuk ishte maksimale, por kjo është një fazë që ne e quajmë faza e debateve rajonale, dhe në këtë fazë kemi vetëm pikëzim, që do të thotë 16 skuadrat që kanë më shumë pikë përgjatë kësaj faze, janë ato që kualifikohen në fazën eliminatore, ku do të kemi debate me eliminim direkt. Dhe këto debate zhvillohen në Tiranë. Kështu që ende nuk kemi një tabel të qartë, megjithëse kjo është dita të themi ky është takimi parafundit, kemi edhe një debat tjetër që do të ndodhi në ditët në vijim, dhe nga ai moment pastaj do të zbulojmë se cilat janë 16 skuadrat finaliste. Kaq për sa më takon mua, tani është pjesa e jurisë që do t'japi komente dhe vlerësime për sa i takon performancës tuaj. Përshëndetje gjithëve, ju falenderoj shumë për debatin që bët, ishte edhe mëngjes, gjitha janë të kuptueshme. Unë do e ndaj pak vlerësimin tim në debatin e skuadrës dhe në debatin e liderit, 2-3 gjëra për secilin. Sa i përket debatit në skuadrë, normalisht temën e keni pas para prake dhe e kishit përgatit, e njihnit, i dinit qa do thonit. Thjesht, pala pro bëri një hyrje të mirë, edhe pala kundër bëri hyrje, çështja është te vazhdimësia pastaj. 2-3 herë pala pro e kapi ato që ju thonit dhe e vazhdon të argumentin aty. Pala juaj vetëm në një rast e bëri këtë.
edhe të pyetjet që u drejtuan nuk kthyehet përgjigje. Pyetjet që bëhen janë për të kthyer përgjigje. Ose kur bën një pyetje i fundit, mund bëje vetëm pyetje retorike, jo pyetje që kërkon një sqarim nga pala tjetër. Edhe në rastin kur bëhet një pyetje për shëndetësinë që donte ta jepte po i njëjti person, mund t'ja shkruajë edhe t'ja jepje antarit tjetër të skuadrës që të vazhdonte pjesa e debatit. Po ashtu edhe për mbylljen. Pala Pro e bëri dhe për mbylljen dhe tha që skuadra joni qëndron ti mendimi, tha, dhe ju duhet na bashkoheni ne, pra ju ftoj. Kurse ju vazhdot me një argument të ri, e kam mbajtur të shënim. Pra, antari i fundit nuk bëri përmbyllje, por shtoi një argument të ri. Sa i përket debatit të liderit. Te debati i liderit unë do merrem nga 2-3 gjëra të vogla. Në fakt nuk janë të vogla sepse jeni të ri dhe duhet i dini, duhet ta keni këtë informacion që mund ta mbronit. Te pala kundër do doja të përmendeshin KVR-t. Do doja të përmendeshin qendrat rinore, do doja të përmendeshin projekte që bëhen për të rinj dhe me të rinj. Organizatat rinore prandaj ekzistojnë. Do doja të përmendej ndoshta dhe AKR-ja që është agjencie e dedikuar për të rinjt. Të tjerët mund përmendin si argument kundër pse nuk ka një ministri të caktuar për të rinjt, pse nuk ka një portofol edhe më të madh për të rinjt ose një përqindje në arsim më të lartë për të rinjt. Pra kishit argumente plot që mund të shkëmbenit me njëri tjetrin. Gjithsesi ju falenderoj shumë e shpresoj të shihemi. Mirë, edhe nga ana ime përgëzime për realizimin e debatit. Debati i parë ishte një debat i mirë, megjithëse unë kam disa këshilla që mund t'ju vlejnë juve për në vazhdim, nëse do jeni në fazën tjetër, ose edhe për atë që tha edhe Niku, për t'ju bërë ju qytetar më të mirë, sepse formimi i mendimit kritik edhe i logjikës në debat nuk vlen vetëm për një lojë siç është kjo e realizimit debatit, po vlen për ju në çdo etapë të jetës në vazhdim. Tek ekipi në të majtën time u vure një kalimi kohës në më shumë se sa 1-2 raste. Pra kur themi që bie gongu edhe duhet përfundojmë mendimin, po jo të vazhdojmë edhe shumë sekonda tjera sa që në njerë u bë e lodhshme. Në folcen e parë kishte një hapje shumë të mirë, siç e tha edhe shoqja ime në krah, por pastaj të folca e parë në ekipin e kundërshtar, hyrja ishte e thjeshtë, që është e vërteta, mirë po pati një hyrje direkt e bujësia. Pra nëse liderja e ekipit ose hapësja e debatit parashtroi 3 argumenta, 4 argumenta, hyrja jote ishte direkt e bujësia dhe asnjë nga fjalët që kishte thënë para folca nuk kishte bujësia. Tek folcja e dytë kishim një qasje ekonomike, ndërsa te folcja e dytë këtu kishim shumë statistika. Më thënë, ndonjëherë të përdorë shumë statistika në 1 minutë vetme, pra 3-4 statistika janë një çik të tepruara. Pra 1 minutë mund të vlej për një statistikë, ja e shumë të 2 statistika, por duke i lidhë në logjikën e asaj çfarë po thua. Pra dhe për një dëgjues të thuash se organizata botërore ka thënë këtë, se kjo ka thënë këtë, se kjo studimi këtu, domethënë ndonjëherë bëhet shumë më tepër statistikë se sa linja logjike. Më pëlqeu kjo e temave dhe kushteve që u përmend edhe nga ekipi këtej, po më pëlqeu shumë edhe një pyetje retorike që u bën mbi temat dhe nuk e di kush e tha nga vajzat aty, që më pëlqeu shumë, edhe ishte folse vërtet e mirë. I Albania është një argument shumë i mirë sepse është shumë aktual, ne e përdorim, ne e dim që me një Albania mund më është punë shumë shpejt duke shmangur radhën, korrupsionin, çdo gjë që mund të ketë qenë pengesë në shoqëri si tonat. Më pëlqeu një term ngjan në lojat e fatit për AI që u përdor nga ekipi këtej, edhe një term tjetër që ishte erozioni, mos gaboj, ja ta gjej vetëm pak. Erozioni privatësisë që më pëlqyen si shprehje.
Gjithsesi dhe ekipi këtej pra kishte shprehje më shumë, edhe kishte ca batuta më shumë se sa ekipi në djathtë, ç'është e vërteta. Nuk më pëlqeu fakti që kishte disa folës që lexonin, gjatë gjithë kohës lexonin ose kishim mësuar përmendësh atë që në fakt se kuptohet kur ti nuk e lexon dhe thua rrjedhshëm në mënyrë që të shkëputur nga realiteti i parafolësit, kuptohet që është mësuar përmendësh gjëra dhe kishte disa folës kështu. Edhe ajo që tha kolegja ime për fjalën mbyllëse, mbyllja aty ishte vërtet e mirë edhe përmbledhse dhe bashkoi gjithë fjalët e shokëve dhe shoqeve, ndërsa këtej mbyllja ishte e mirë, por kishte një argument të ri që zakonisht mbyllja e debatit duhet bëj këtë gjë. Pastaj tek debati i liderave, e debati i dytë, një kritik për liderin këtu gjatë kohës së fliste kundërshtari përdori ca mimika, ndonjëherë duhet ta respektojmë liderin, jo ndonjëherë, por gjithmonë duhet ta respektojmë kundërshtarin gjatë një debati dhe të jemi më të rezervuar, pra mund të përdorim mimika ndoshta për një gjë që nuk bën sens fare, po duhet të respektuar kundërshtari. Krau këtej mua më duk pak qasje shumë përsëritse në vetvete. Në katër ndërhyrjet ishte e njëjta gjë kur rrotullohej gjëja dhe s'kishte shumë argumenta, si më thënë, të rrjedhshëm dhe të rinj tek ajo. Pastaj lidera në krahun e majt ishte një folse shumë e mirë, bënte pyetje, po vetëm kujdes kohën. Kohën me kujdesën, okay, kur nuk doli 1 minutë, thash, okay, si del 1 minutë, po pastaj kur s'po dilte as 2 minutë, thash duhet me bëj debat vetëm për ty, kështu që të flasësh edhe në përgjithësi ishin debatet e mira, këto janë sugjerime dhe këshilla që ju t'i merrni parasysh, kështu që unë t'i jap 2 pikët. Okej, në bazë të vlerësimit të tre neve dhe argumentave këshillave të përbashkëta, për shkollën Konstantin Kristoforidi kemi mbledhur 216 pikë, ndërsa për shkollën Daskal Todri kemi 209 pikë. Mirë, një duhet të hyrje për 2 skuadrat. E thash dhe pak më përpara është një rezultat përsa i takon pikëzimit në këtë fazë. Faza tjetër mund të ndryshoj përfshirjen të 1 ose 2 skuadrave, këtë nuk e dim ende. Kështu që unë uroj shumë suksese, uroj që të keni kaluar mirë dhe padyshim të mirëpresim rezultatin, sikurse do duhet që ta bëjmë të gjithë. Shumë faleminderit edhe një herë. Faleminderit 2 skuadrave.